Mirëmbrëma zënë e zotri, mirë se vini në ditarin në YouTube Olti Curi, në kanalin Olti Curi TV. Mikrofoni rregull, mikrofoni me pellush që s'të ka kërkush. Do flasim paksa për Prime-in e mbrëmshëm për 8.5 minuta së bashku. Ajo që ndodhi është që doli Jodie Foster. Jodie doli nga Big Brother, e dëshironte shumë Big Brotherin, e dëshiroi aq shumë sa që u manit duke qëndruar aty brenda dhe nuk bëri asgjë. Ndërkohë që ishte bërë Ceno gati për të dalë, por lëvizjet e tij gjatë gjithë javës, por dhe gjatë mbrëmjes së dieshme, ku i hodh dhe ka fshërë në fyt opinionistin e spektaklit, bën që të evidentohet dhe produksioni të thrasë mendjen dhe të thotë që ky na duhet brenda. Për këtë dhe të gjëra tjera do flasim sot, ndaj ja nisim me siglën tonë modeste. Okej. Ja ku jemi bashkë në një tjetër takim tek Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit gjithë atyre të cilët jo vetëm e ndjekin kanalin tim, abonohen aty, pra më ndjekin duke bërë subscribe, por nga ana tjetër edhe shpërndajnë. Faleminderit shumë. Arigato. Mirë, për të shkuar tek përshëndetjet alla kineze, alla japoneze, alla koreane, alla aziatike. Por çfarë ndodhi me një personazh aty, një këngëtar shumë i talentuar, me një stil mjaft të veçantë, Mali, i cili ka arritur dhe të fitojë festivalin e fund vitit të 62-tin në radio televizionin shqiptar, por rregulli e desh që mos shkojë në Eurovision, po të shkojë Besa Kokdhima, sepse ashtu ishte rregulloria e atij viti. Mali erdhi mjaft special në Big Brother, u çuditëm sepse fama nuk i mungon, por ka dashur të bëjë një tjetër kapërcim në njohjen e tij në publik. Nuk zgjodhi Bigun e Kosovës, por Bigun e Shqipërisë. Nuk dinim asgjë për jetën e tij. Nuk dinim as që ishte këngëtar, ishte djali i një këngëtare shumë të njohur, Violeta, e cila nga ana tjetër ka patur një histori as pak normale. Do thuash pse po merresh me këtë? Po merrem sepse Big Brotheri duket se mbrëm shpërtheu më shumë se sa në studio, jashtë në rrjetet sociale. Nuk e di pse produksioni vendosi ta djegë këtë histori kaq të madhe dhe kaq të rëndësishme vetëm në puntatën e tretë të Big Brother VIP Albania 5. Me sa duket, Mali nuk e duan shumë brenda shtëpisë dhe kanë thënë ta nxjerrim këtë histori, t'i bëjnë surprizën dhe babait dhe pastaj le të shkojë sa të shkojë qëndrimi i tij brenda shtëpisë së Big Brotherit, siç thonë shqiptarët, hëng shkokën ose mbajtë jotja. Të mbajtë jotja Mali sepse produksioni e bërit vetën. U duk sikur Mali ishte nominim, ju bë historia e personale, vija e jetës, paka shumë dhe tani duhet dalësh. Po, sepse ishte një ngjarje shumë e fortë ajo që ndodhi. Ngjarje e cila nuk u tregua plotësisht, sepse ka patur një divorc mes të prindërve të Malit. Babai erdhi sepse kam 7 vjet pa parë djalin dhe fëmijët e tjerë, sepse janë 3 fëmijë të lindur nga kjo martesë. Por nga ana tjetër Mali tha jo, sepse ka një ndarje të përhershme midis babait dhe familjes, që është nëna e Malit dhe vllai dhe motrës së tij. Nuk u tregua me detaje kjo histori, por ju desh që në rrjetet sociale të fillojnë të gjithë të flasin për këtë histori, duke bërë që historia e Malit dhe familjes së tij, me dashje apo pa dashje, divorci nënës me babain dhe konfliktet e mëdha që kanë shkuar deri në gjyq, jo vetëm në gjyqe, por dhe në emisione që flasim në gjyqe, tek shihemi në gjyq me Eri Çobanin, të marrë një vëmendje të madhe dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që Bigu i dieshëm u spostua nga studio e Kasharit, Top Channelit, për në rrjetet sociale dhe sot të gjithë portalet kanë folur për historinë e familjes së Malit. Tek e fundit, Mali vjen nga bota e showbizit, nëna e tij po ashtu, kështu që pak a shumë e kanë parashikuar brenda vetes, kanë përshtypjen kur kanë hyrë në Big Brother se një gjë e tillë do të ndodhi. Është e drejtë apo nuk është e drejtë, secili nga banorët që hyn Big Brother e di se jeta nuk ka më kufi aty. E shkuara bëhet e tashme dhe e tashmja e ardhme. Prandaj ndodhi ajo që ndodhi. Dhe kur menduan të gjithë se do të ishte Ceno më i rrezikuar i daljes, po i kthehemi edhe një herë nominimit, ndodhi e papritura sepse qëndruan në fund dy emra, të dy emrat thirrën nga një banor tjetër dhe në qoftë se Ceno thirri gazetarin e ekonomisë, vajza thiri Jodin dhe kur tha emrin e Jodit, në gjithë ngelëm kështu, sepse tham kush është Jodi.
Po, sepse Gjodi qëndroi shumë pak. Edhe gjatë kohës që qëndroi shumë pak brenda Big Brotherit, qëndroi në hije. Prandaj ishte e pritshme që nuk ishte ashtu siç ndoshta një pjesë e publikut po priste që Ceno bullizuesi, ai që hodhi fjalë të tepërta, aleanca me Ilirin, doli hapta si po, tha unë do rri me Ilirin, këtu jam sekretari i Ilirit, ju sul në fyt opinionistit të spektaklit, bullizoi majtas dhe djathtas, ofendoi, ju sul Kristit edhe nuk pa njeri në sy, po, ai mendoi se do dilte, por jo, doli Gjodi. E hëngri plumbi shtrir, një e pafajshme. Por nga ana tjetër, faji vetëm që kishte bërë Gjodi ishte që ka qëndruar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 dhe ka qëndruar kot sepse nuk ka qenë, nuk ishte në përmbledhje, nuk ishte në debate, nuk i doli fytyra asnjëherë gjatë këtyre ditëve në përmbledhje, në live, më the të thash, por i doli vetëm fund fare kur bëri përshëndetjen finale. Na vjen keq për këtë, por kjo lojë e egër kështu e ka. Megjithatë, ajo që ndodhi tjetër ishte edhe një debat i cili unë parashikoj se do rikthehet. Në qoftë se ishte i fort herën e parë, ai do rikthehet fuqishëm herën e dytë. E kam fjalën për Eugenin dhe për Ilirin. Po. Dy djem nga Korça e kitareve, serenatave, e bucisë, e tolerancës, e karnavaleve, e mësojtores, e kulturës, por hajde gjeje të gjitha këto ranë poshtë, sepse sherrin e parë në Big Brother VIP Albania 5, ne janë bërë lëmshët Kosovës, Kosova është e 4, Shqipëria është e 5, e nisën 2 korçar të butë. Po. Ju e keni parë të gjithë, ishte një eskalim i panevojshëm i Ilir Vrenozit. Një gjë që sipas tij i ktheu në subkonsh një gjë të dhimbshme që ka jetuar në jetën e tij, në përditshmërinë e tij në Korçë, kur ecën rrugës dhe njerëzit rasin Ilir dhe kthejnë kokën nga ana tjetër. Ai tha se Eugeni këtë gjë e ka bërë kastile. U sqaruan me njëri tjetrin, Eugeni kërkoi fal, gati vendosi, gati puthi dorën e vendosi te koka, e pam të gjithë këtë, por ajo që ndodhi është që Iliri nga ana tjetër nuk kërkoi të thotë Eugenit, po jemi sqaruar, ti kërkoi të falje gjëra të tilla si këto. Përballja ishte shumë e fortë. Dje ju hodh benzin zjarrit nga produksioni, sepse Eugeni pa që Iliri ka thënë copë fshatarit, dhe ai ngeli shumë keq aty dhe nga ana tjetër, kur ai pretendoi që Ilir Vrenozi të kërkoi falje, Iliri as që e mendoi një gjë të tillë. Kjo tregon se vatra e zjarrit është aty. Ajo që ka ndodhur ka qenë vetëm një shtirje dhe nga presioni i gjithë banorëve, të cilët u ndjen keq, kanë detyruar që të dy korçarët të pajtohen me njëri tjetrin. Kujdes. Të pajtohen me njëri tjetrin, Eugeni dhe Ilir Vrenozi. Të pajtohen, por jo t'ia falin njëri tjetrit atë gjë që ndodhi. Këto kanë qenë gjërat më pikante nga Prime, ndërsa pjesa tjetër e banorëve treguan se kanë filluar lojën, por një lojë e cila kanë filluar të vendosin dhe emërtime. Siç është edhe historia e Mirit, që me modelen që është shtrath, thotë kam si vajzën time, një emërtim i panevojshëm dhe i tepërt ky, sepse mund të thuash thjesht jemi dy bashkëudhëtar aty dhe nuk e kam problem fare që të flemë dhe të ndajmë intimitetin e gjumit në një krevat. Janë gjëra që kanë ndodhur në Big Brotherat VIP të mbar botës ose Big Brotherat të thjesht, por këto sjelljet kam si nënën time, kam si babain tim, kam si tezet, kam si vajz, kam si nips, kam si daj, janë shumë të tepërta sepse ka shumë familje që nuk e pranojnë që babai në atë moshë të qëndrojë në një shtrat për asnjë arsye me vajzën për çështje higjienike, intime, personale e gjëra tilla si këto. Megjithatë, ajo që ndodhi më shumë ishte konfrontimi i Mirit të West Side Family, ta ndajmë nga Miri tjetër inxhinieri që bëri një leadership që kishte të lindur dhe bëri një ndarje punësh dhe një leadership shumë të fortë, bravo. Por konflikti i vërtet do të jetë midis Mirit, West Side Family dhe Stines, i cili pati një sjellje gjatë Prime prej Totorine dhe duket se publiku e ka pëlqyer shumë atë qetësinë prej Padrino, edhe pse Padrino nuk se ka patur gjithmonë fundin më të mirë, por nuk di se me çfarë ta krahasoj. Mund ta krahasoj me një baba me mjekër në qoshe, me nipër dhe mbesaj që i vinë vërdadhe i dëgjojnë fjalën. Po. Madje Stine flet me fraza shumë të shkurtra. Stine flet më pak se sa Gjesti. Ne menduam se Gjesti është njeriu që ka folur më pak ndonjëherë në historinë e Big Brother VIP Albania dhe Kosova, por jo, është Stine që flet më shkurt dhe më pak. Po do të që i ngjiti fjala.